Edhe këtë 1 maj, pak sindikalistë dhe qytetarë të thjeshtë dolën për të protestuar për të drejtat e tyre në punë. Protesta organizuar nga Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë kërkoi që më shumë shqiptarë të bashkohen dhe të ngrenë zërin për problemet e shumta që i shoqërojnë në tregun e punës. Qëllimi i kësaj proteste është më shumë sensibilizues, sepse ne duhet protestojmë gjatë gjithë vitit me gjithë të hallë dhe shqetësimet që kanë punëtorët. Por Konfederata e Sindikatave ka vazhduar që ta thyet konceptin që 1 maj nuk është festë, është protestë. Dhe në çdo 1 maj po përpiqemi çdo vit më shumë të grumbullojmë rreth vetes sindikalistë, të grumbullojmë punës të antarësuar sindikat, pa antarësuar qytetarë thjesht, të cilët duhet të protestojnë për 1 maj, sepse 1 maj nuk është festë. Fatkeqësisht vetëm Vietnam dhe në Kinë festohet. Konfederata ka nisur gjithashtu një letër drejtuar qeverisë ku ka paraqitur një sër kërkesash konkrete. Ndër më kryesorit janë paga më të larta, pensione dinjitoze për qytetarët, pagë 13 dhe status i posaçëm për minatorët dhe profesione të tjera të vështira. Parja është jeta shqiptarë dhe veçanërisht punëtorët duhet të kenë një jetë dinjitoze. Që këtu fillojnë masani problemet e shkollimit, të arsimimit, të shërbimeve publike, të transportit urban, të mjedisit, të ambientit, masani më ngushtë çështja e pagave, e shpërblimeve, e pensioneve, të drejtave për të organizuar, kontratat kolektive, janë një sër faktorësh negativ, të cilët janë sfida për ne sindikatat, por sfida edhe për gjithë qytetarët e Shqipërisë. Në protestën e zhvilluar këtë të premte ndonse me pjesëmarrje të ulët nuk munguan të rinjtë të moshuarit të bashkuar në idenë se tregu i punës në Shqipëri ende nuk është në nivelet e duhura.